Si pasojë e motit të keq me rreshje të dendura dhe të zgjatura, probleme të shumta u shënuan edhe në bashkinë e Gramshit. Për shkak të terrenit malor në disa zona u dëmtua infrastruktura rrugore, duke krijuar vështirësi në lëvizjen e banorëve. Një nga situatat më të rënda ishte dëmtimi i njërës prej këmbëve të urës së Shumrizës, çka rrezikoi izolimin e disa fshatrave. Mungesa e energjisë elektrike për disa ditë përbënte një tjetër problem serioz, e cila e vuri komunitetin në vështirësi. Shefi i emergjencave civile në bashkinë e Gramshit, Oligert Kloqëri, tha se koordinimi i mirë mes institucioneve bëri të mundur rikthimin e situatës drejt normalitetit. Që dim në rreshje që patëm këto ditët e fundit, pati problematika edhe në Gramsh. Jo se qyteti jonë ishte aq i prekur sa disa zona të tjera, të cilat i kemi parë vazhdimisht, por edhe këtu rreshjet e shiut të zgjatura dhanë efektin e tyre. Një problematikë faktikisht që ishte goxha serioze për qytetin tonë ishte në urën e Shumrizës, në krahun matan të urës, ishte dëmtuar paksa njëra këmbë edhe rrezikonte që të shemi asfalti dhe të bllokojë qarkullimi. Faktikisht ne sapo këtë informacione kemi marrë ditën e premte në mëngjes, sapo kemi marrë informacionin, kemi shkuar në vendngjarje. Gjitha ekipet e emergjencës të bashkisë Gramsh kanë qenë në gatishmëri. Verifikuam dhe vlerësuam situatën edhe vendosëm faktikisht që për një periudhë kohe në atë segment rrugor të bllokojë edhe qarkullimi. Po kjo është e vërtetë, faktikisht sot dhe dje kemi pasur një stopim të rreshjeve dhe kjo është edhe një moment reflektimi ndoshta, por siç parashikohet që rreshjet do vazhdojnë dhe në ditën e vazhdimshme me intensitet goxha të lartë. Gjithsesi, ne, siç e thash, gjithë ekipet e emergjencës të bashkisë Gramsh janë në gatishmëri në 24 orë në ditë për të gjendur pranë banorëve. Të konsiderueshme të kulturës së ullirit, pikërisht në kulmin e sezonit të vjeljes, duke sjellë humbje të mbjellave.